Jemi regjia? Atëhere jemi përsëri në studio. Kandrolina, si të shkoj takimi me Arnoldin? O Megi, po ca ishta jashtu o Megi, nuk më pëlqeu fare, nuk dinte të prekte. Wow, Kandrolina, po mos fol kështu. Nuk më pëlqeu fare, nuk më pëlqeu. Çfarë nuk të pëlqeu specifikisht? Po tani O Arnold, po pusho se je në prapasken. Ju lutem regjia edhe një herë. Megi, nuk dinte të prekte fare, nuk e di çka kishte, sigurisht një got nga Grekia, sigurisht me askull shqiptar. Shqiptarët ja di si janë. Ja do pyesim dhe Laertin tani, Laert. O Laert, po vi shumë o Laert. Qa dela shula kurisë, na fliqë regjia, mos e kapni këtë pjesën, më dëgjoni. Megi, unë dua të ri ashtu si që më ka bërë nëna, more vesh. O zot, ky djal ka që guximshëm. Laert, më jep mendimin tënd për Kandrolinën dhe Arnoldin. Kandrolina me qa kuptoj unë dashka ca karamele, po këto karamele ja jep vetëm Laert Vasili. Skandal në përputhen. Jo, Laert, ti je një opinionist, nuk mundet. Pak të hapi Laertin në i karamele, se ka Arnoldi s'bën fare. Kandrolina, kërkofalje urgjent. Unë dua. Jo, kërkofalje urgjent. Kërkofalje. Dua. Kandrolina, do dalësh jashtë. Mirë po Megi. Do dalësh jashtë dhe ky program anullohet. Unë jam moderatorja në këtë program, okay? Ti përjashtohesh.